hajdutën më të madhe që ka njohur ndonjëherë historia, që merr vetëm me një tram të lapsit 50 milion euro te tuneli Llogaras, 260 milion euro rruga Qukës Qafploç, 70 milion euro rruga Korçë-Ersek, 160 milion euro Unaza e Madhe, dhe pa fund miliona euro të tjera pa futur këtu Tigrin 1 dhe Tigrin 2, Luener e Çakejn që ndërtoni ju. Në këtë kontekst, një qeveri normale, jo vetëm që nuk do mbronte që ta mbante hajdutën në pushtet, por do bënte gjithçka për ta larguar. Pavarësisht akuzave dhe mendimi im për zonjën është i qartë, duhet dim një gjë, që kësaj ane as nuk i hyn punë dhe as nuk duan t'ia dinë për Belinda Ballukun. E vërteta është që Belinda Balluku, që mund t'i japë shumë akuza, nuk mund t'i thuash që këto i bënte vetëm. Nuk mund t'i thuash as që e kishte mundësinë për t'i bërë vetëm. Se e vërteta është që Belinda Balluku Turqit nuk i njifte. Turqit ja prezantoi Edi Rama. Turqit e mikut vet në Turqi. Turqit ja çoi Edi Rama Belinda Ballukut. Ndaj dhe ishte ai që e kryesonte atë takim, si në asë një rast tjetër në histori të qeverisë tuaj, ku Edi Rama të ketë marrë pjesë në një takim me kompani që do të merrnin tendra dhe projekte. Projektin që anulloi Belinda Balluku e anulloi sepse zbatoi një urdhër nga shefi i vet. Dhe jam i pari këtu që them që nëse Belinda Balluku meriton një ditë burg, ky meriton një vit burg, sepse ajo nuk bënte dot asnjë aferë. Ajo që më vjen keq, që unë hy tek ata që besoj, ose më saktë dua të besoj, që në Partinë Socialiste ka njerëz të cilët i din këto njësoj siç i dim ne dhe nuk janë dakord me këto çështje njësoj siç nuk jemi ne. Por problemi është që kur heshtet, bëhesh pjesë e kësaj vjedhje. Po ju marr vetëm rrugën Qukës Qafploç. Rruga Qukës Qafploç ka një dëshmi e cila tregon një moralitet të niveleve më të larta dhe një shpirt të paskrupull të kësaj qeverie. Pse e them? Jo vetëm që e ka denoncuar opozita që ju mund të mendoni që është shpifje dhe çdo qytetar që mund të mendojë që është shpifje, po e mirë kuptoj. Por kur raporti i kontrollit lartë shtetit tregonte në 2019 se me këto skarpata do të rrezikohet jeta e shqiptarëve, askush nga qeveria nuk mori asnjë mas. Dhe nuk ishte hera e parë, e njëjta gjë ka ndodhur për Korçë-Ersek. Rruga Qukës Qafploç është një tragjedi e paralajmëruar. Rruga Qukës Qafploç tregon shpirtin e zi të kësaj qeverie, e cila për të mbushur xhepat e vet nuk pyeti as për sigurinë e jetës së qytetarëve që kalojnë atje. Tani aty kalojnë edhe të djathtë, edhe të majt, edhe të pa parti. Unë nuk e kuptoj si mund të bie çdo njeri normal dakord dhe të thot që hajde ta mbrojmë Edi Ramën dhe Belinda Ballukun, kur ju e dini që ata e dinin që me këtë vjedhje po rrezikonin jetën e qytetarëve shqiptar. Jo se ju a tham ne. Ua ka thënë kontrolli lartë i shtetit në 2019. Njësoj si që ka thënë për dy kompanit, Dyton dhe Albavian, që kanë abuzuar me këto projekte, çfarë bët ju? Ju ja ridha tenderin prapa tyre dhe bët 6 kontrata me 5,6 milion euro të tjera shtesë dhe 2,6 milion euro të tjera konsulencë. Këto janë aty për të treguar vetëm shpirtin e zi të kësaj mazhorance. Korrupsioni është kudo, kanë gjithë botën. Por qeveria nuk është aty për ta mbrojtur. Nuk është aty për ta motivuar. Qeveria është aty për ta evidentuar, ta denoncoj dhe të bëj pjesën e vetë në luftën kundër korrupsionit. Kurse këtu kemi një palë e cila denoncon dhe sulmohet pse denoncon, dhe kemi një palë e cila mbron çdo njeri të mundshëm të kapur në vjedhje. Dhe nuk mban përgjegjësi që shumë prej atyre që keni mbrojtur nga Sajmir Tahiri e deri te Erion Veliaj sot janë burg, po të paktën a mund të kërkoni një ndjes? A mund të kërkoni një ndjes që i keni thënë kësaj pale dhe këtyre njerëzve që i kanë denoncuar prej vitesh, që ju po shpifni dhe që ju po mashtroni, po mirë tani që këta shkuan në burg. A nuk mund të kërkoni ndjes qytetarëve shqiptar për këtë çështje? Që këta njerëz i keni mbrojtur ju,
Këta njerëz i keni motivuar ju. Dy janë modelet që keni sjellur ju në parlament. Njerëz të lidhur me krimin e organizuar, dhe u detyruam të bëjmë një ligj që s'ekziston në asnjë vend të botës, vetëm për të hequr njerëz të lidhur me krimin e organizuar që i sollët ju. Dhe pjesën tjetër e mbushet me ignorant. Të gjitha këto janë produkti juaj, 12 vjet jeni ju në pushtet. Ju krenoheni për pushtetin absolut, po ai pushtet absolut ju ka dhënë ju mundësinë të bëni gjithçka, dhe ja çfarë keni bërë. Të nderuar qytetar, e vërteta është që ne këtu mund denoncojmë për ditë, po këtu ka rënë shteti. Në momentin që qeveria ulet dreka darka me krimin, në momentin që Edi Rama pin kafe me Sinaloan, ndërkohë që shpallet organizat terroriste në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Shqipëri hyn në derën e kryeministrit. Dhe kur vinë qytetarët në kryeministri, blindohet dhe vjen policia, vjen ushtria, vjen garda. Është e lehtë për ju mbase është normale. Mua nuk më duket normale. Unë nuk ditë këtë dalë një eksponent i Partisë Socialiste dhe të thotë që s'është e vërtet që Edi Rama është ulur me Sinaloan. Po ju jeni dakord që kryeministri kryetari juaj të ulet me Sinaloan? Unë nuk jam dakord. Dhe do të shpresoja në integritetin minimal të çdo socialisti që thotë prit deri këtu jo. Por jo vetëm që nuk flisni, po bëheni pjesë e asaj. Dhe kjo është turpi juaj dhe historia do ta tregoj. Do vi një ditë që do jeni pishman. Siç janë bërë shumë kolegë tuaj pishman. Dhe që sot nxjerrin ato që nxjerrin. E vërteta është që këtë vend nuk ka më kuptim as të denoncosh. Është kapur kryeministri me presh ndorë, thot populli. Është kapur zëvendës kryeministria. Unë nuk di një ministër juaj të papërfshirë në korrupsion. Deputet lidhur me krimin. Ndaj të nderuar qytetar, këtu nuk është më çështja për denoncuar apo për të bërë analiza. Këtu është çështja për të vepruar. E kjo nuk do të zgjidhet duke ardhur dhe duke munduar të diskutosh me njerëz që nuk duan të dëgjojnë. Ti bësh thirrje moralit të njerëzve që i kanë thënë moralit mirupafshim. E vërteta është që ky vend do të pastrohet kur hajdutët të largohen nga kjo sallë. Pastruesi i hajdutëve më i mirë në botë është sovrani. Në fakt në këtë sallë duhet vi sovrani të futet brenda dhe t'i largoj hajdutët nga këtu. Se është fuqia më e madhe që ka. Dhe unë i bëj thirrje çdo qytetari që të bëj çfarë ka mundësi dhe do të ketë mbështetjen e plotë të gjithë opozitës që të hyjë këtë sallë dhe të nxjerrë përjashtë hajdutët. Problemet tuaja kanë vetëm një burim, dhe është kjo qeveri. Emri i halleve dhe problemeve tuaja është Edi Rama. Sot nuk ka para për pensionistët, po ka para për Belinda Ballukun. Sot nuk ka para për 33-at, po ka para për Belinda Ballukun. Sot nuk ka para të investohet në shkolla, keni një zonë me 70.000 banor në Astir, keni 10 vjet që i gënjeni, i mashtroni bashkë me Erion Veliajn për ndërtuar një qerdhe. Ju që keni buxhetin më të madh në histori, nuk gjeni buxhet për ndërtuar një qerdhe në një zonë me 70.000 banor. Çfarë qeverie jeni ju? U shsulët si shtaz ndaj banorëve të Unazës për t'ju marrë shtëpiat, për të bërë pallatet, dhe çfarë bët? Bët një vjedhje galopante tek Unaza. I suleni çdo qytetari, mos zotëri. Dalin fermerët, gazin. Dalin banorët e Unazës, gazin. Dalin qytetarët e Bregu Lumit, gazin. Dalin qytetarët e kryeministria, gazin. Vjen Sinaloa, shtrohet tapeti kuq. Ndodh në i gjë Belindos, qoheni në gjykat kushtetuese. Po qa më kë pëmbroni? A janë pasakta këto që po themi ne? Prandaj të